Nuk e meritojnë këtë gjë, sepse unë personalisht atë dhe Po i thu vetes tënde idiotë, çfarë do të bëjnë? Ti po i thu më, ti ma the, unë si thash. Se thash kurrë. Ja për sa po i the. Jo. Sa po i the valla. Tani, kurrë. A the që unë ty të mbaj për Gallataxhi, për Jo, të mbaj për një personazh fani, të mirë, pozitiv. Fani, po jo për mbarova punën. Ke pjesën e fanit e mbarova pjesën. Po tani çfarë meraku ke tani? Ka merakun që ti pas këtë konsiderat, ke pas i majt për gjynaf. Unë atë loj se kisha prish, jo. S'ka lidhje fare. Se gjynaf. Ti je një personazh pozitiv. Gallat. Dgjoj, jo. Tani, shikoja për çfarë gjykon publiku jashtë. Mos u merr me mua fare se unë të kam dërsi, unë të kam dërsi. Jo të kam mbajtur unë afër më, të mbaj për. Të mbaj për. Unë të konsideroj për një personazh gallat, një personazh që nuk bëj humor, që ka zemrën e mirë, nuk është ajo fjala pesha jote më e madhe, çfarë do të bëj tani? Po tani është momenti tani kjo. Ti vjen këtu mua më thu e le se bëri presion Berti. Ashtu mendohet ti o vlla. Ashtu mendohet ti. Unë di këtë. Unë Roxheri që vë rrezik shumë gjona. O vlla, le më rrezikun e Roxherit të bëj. Po shumë gjona ka vënë vete. Rogerti është në rrezik gjithmonë. Po bravo. Ai është në pra. Unë i veti. Ore, tani të lutem mos e vazhdo bisedën se ti kur flet nuk merresh vesh a thu. Nuk merresh vesh a burr. E sigurt. Po ma qartëso, ma thuj mu, ja kam 2 orën që po mundoj me të kuptu, prapë s'marrë vesh. Pra, ta fillojmë nga fillimi me qenë. Nga fillimi ta fillojmë. Hajde, burr. Do të bëjmë edhe një ecje kur e bëjmë këtë bisedë? Po, më shpirt. Hajde, bashkë. Jam i vetmi njeri këtu. Si do, kështu do me heze? Si dush ti? Akli. Vetëm Jam i vetmi njeri këtu që kur ka ardhur Xheri, siç ka ofendu ty, siç ka ofendu Malin, siç ka ofendu çdo të 16 pjesëtarët e kësaj loje, unë nuk dola në Prime. Pa tani çfarë bëjmë? Nuk jam regjia e vllajt madh, po Prime.